Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 38 vjeçe, e martuar prej më shumë se 12 vitesh dhe nën e 2 fëmijëve. Nga jashtë jeta ime duket e rregullt. Një familje e qëndrueshme, një shtëpi e qetë dhe një rutinë që shumë njerëz do ta quanin normale. Por brenda këtij normaliteti ka një tension që me kalimin e viteve është bërë gjithmonë më i madh. Burri im ka qenë gjithmonë një njerëz shumë i dashur, i afërt dhe plot energji. Në vitet e para të martesës sonë, kjo ishte diçka që më bënte të ndihesha shumë mirë. Ndihesha e dëshiruar dhe shumë e vlerësuar. Ne kalonim shumë kohë bashkë, flisnim gjatë natës dhe gjithçka dukej e natyrshme. Por vitet kaluan, jeta filloi të ndryshoj ritmin e saj. Erdhën fëmijët, përgjegjësitë, puna, lodhja e përditshme. Unë fillova të ndihesha gjithnjë më e ngarkuar. Nuk ishte vetëm lodhje fizike, ishte edhe lodhje mendore. Ndërkohë burri im dukej sikur mbetej po i njëjti. Ai ende kërkonte të njëjtën afërsi si në fillim të martesës tonë. Për të, kjo ishte një mënyrë për të lidhur me mua. Për mua shpesh ishte diçka që kërkonte energji që unë nuk e kisha. Në fillim përpiqesha ta mbaja situatën në balancë, por me kalimin e kohës çdo mbrëmje filloi të bëhej e njëjtë. Ai afroi dhe unë ndihesha e lodhur. Fillova ta shmangja të gjitha momentet kur e dija që ai do të më kërkonte afërsi. Rija më gjatë në kuzhinë, merresha me telefonin, gjeja një punë tjetër. Ndonjëherë ai e kuptonte, ndonjëherë jo. Ti je gjithmonë e lodhur, më thoshte. Po unë nuk lodhem? Këto fjalë shpesh përfundonin në debate. Jo debate të mëdha, por ato grindje të vogla që përsëriten dhe dal nga dal krijojnë një mur mes dy njerëzve. Një mbrëmje pas një dite shumë të lodhshme në punë, ai erdhi pranë meje dhe filloi të fliste për planet për fundjavën. Unë mezi po mbaja syt hapur. Ai e kuptoi menjëherë që nuk isha aty me mendje. U mërzit. E ndjej sikur nuk ke më interes për mua, më tha. Ajo fjali më preku shumë, sepse nuk ishte e vërtet. Unë e doja ende, por mënyra si po jetonim nuk po funksiononte më si më parë. Pas asaj nate fillova të mendoj seriozisht për situatën. Nuk doja që kjo të bëjë një problem që do të na largonte gjithnjë e më shumë. Disa ditë më vonë mora një vendim që në fillim më dukej i çuditshëm. Vendosa të shkoj te një mjek dhe të kërkoj këshill. Në mendjen time ideja ishte e thjeshtë. Nëse do të kishte ndonjë mënyrë për ta qetësuar situatën, do të më ndihmonte. Kur ula përballë mjekut, në fillim e pata të vështirë të flisja. Nuk është e lehtë të tregosh gjëra personale për martesën tënde, por ai më dëgjoi me shumë qetësi. I tregova për gjithë lodhjen time, për debatet, për faktin që ndihesha sikur nuk po përputheshim më. Në një moment i thash edhe atë që kisha menduar. Ndoshta ka ndonjë mënyrë që ai të qetësohet pak, që të mos e ndjej kaq shpesh nevojën për afrimitet. Mjeku më pa për disa sekonda dhe pastaj buzëqeshi. Zakonisht problemi nuk është se njëri kërkon shumë. Problemi është se dy njerëz nuk po arrin të flasin si duhet për ato që ndjejnë. Kjo më bëri të mendoj. Ai vazhdoi të më shpjegonte që në shumë çifte ndodh kjo gjë, sidomos pas disa vitesh martesë. Ritmet ndryshojnë, nevojat ndryshojnë, por nëse nuk flitet hapur për to, krijohen keqkuptime. Kur dola nga ajo vizite, kuptova që ndoshta kisha hyrë në atë zyrë me një ide të gabuar. Mendova se duhej të ndryshonte ai, por ndoshta duhej të ndryshoni mënyrën si komunikonim. Atë mbrëmje vendosa të flas me burrin tim ndryshe nga herët e tjera. Jo në mes të debatit, jo kur ishim të lodhur, por të qetë. U ulëm në sallon pasi fëmijët fjetën. I tregova gjithçka. Jo vetëm lodhjen time, por edhe frikën që kisha se po largoheshim si çift. Në fillim ai u habit shumë që kisha shkuar te mjeku për këtë gjë. Pastaj u bë serioz. Nuk e dija që e ndjej kaq rënd.
sepse nuk e kam shprehur, ja ktheva unë. Ajo bisedë zgjati shumë. Mbaste ishte një nga bisedat më të sinqerta që kishim pas shumë vitesh. Ai më tregoi dhe anën e tij. Më tha që për të, afërsia ishte mënyra se si ai ndjente që ne ende ishim të lidhur. Kur unë e shmangja, ai mendonte se diçka nuk shkonte mes nesh. Për herë të parë, e kuptova plotësisht se si ndihej ai, dhe mendoj që edhe ai më kuptoi mua. Nga ajo ditë gjërat nuk u bën perfekte menjëherë, jeta nuk ndryshoi shpejt, por filluam të bëjmë diçka që nuk e kishim bërë për një kohë të gjatë. Filluam të dëgjonim njëri tjetrin. Ndonjëherë ai më kuptonte kur isha shumë e lodhur, ndonjëherë unë përpiqesha të isha më pranishme. Ishte një rrugë e mesme. Sot kur e kujtoj atë moment, kur mendova të gjeja një zgjidhje të shpejtë, më duket e çuditshme. Në fund kuptova që problemi nuk ishte thjesht dëshira apo lodhja, ishte komunikimi. Ndonjëherë kur dy njerëz ndalen dhe flasin vërtet, shumë gjëra fillojnë të rregullohen vetë.